Të nderuar shikues të emisionit Okult me Alfred Sakun. Sot do të vazhdojmë aty ku e lamë në pjesën tjetër të emisionit para përmbytjes. Do të shohim se çfarë ka ndodhur në disa emisione para përmbytjes me njerëzit kryesor që kam pasur fuqi mbi historinë. Siç u tham, mos harroni një radhë të parë të bëni subscribe që t'ju vinë të gjitha emisionet e mia në kanalin tim, t'ju njoftojnë dhe të keni mundësi të shikoni ata që janë të apasionuar mbas temave të këtilla. Natyrisht ka një shprehje që përmendet qumësh për foshnjat dhe mish për burrat. Këto emisione sigurisht janë mish, nuk janë qumësht, kështu që foshnjat mos na bëjnë as komente, as mos na ndjekin, se vazhdimisht na japin mend, na bëjnë kritika si duhet të bëjmë, çfarë duhet të bëjmë duke përdorur lloj fjalori. Kur nuk ju pëlqejnë emisionet tona, kur nuk ju pëlqen stili jon i komunikimit, na bëjnë nder të mos na ndjekin dhe të mos bëjnë fare komente aty, por fakti që vazhdimisht thonë të njëjtat gjëra në çdo emision tregon që megjithëse ata janë të prirur të ishin shumë të zgjuar dhe të bëjnë kritika, përsëri s'lën emisionin ton pa e ndjekur. Sigurisht që këto janë emisione që nuk mund të bësh bla bla bla, se nuk janë emisione çfarë tha Rama, çfarë tha Berisha, ku e pin birën, ku janë emisione të rëndësishme dhe një gafa, një gabim i rënd në këto lloj temash ngelen si një njoll në biografi dhe është më mirë të flasim shtruar dhe me ngadalë dhe që njerëzit të arrijnë ta perceptojnë dhe të kuptojnë për çfarë jemi duke folur dhe çfarë jemi duke dekriptuar në librat e shenjtë që kanë paralele shumë të afërta, por ne jemi përqendruar në çështjen e përmbytjes dhe mbas përmbytjes jemi përqendruar kryesisht tek Bibla. Por kjo nuk do të thotë që nuk kanë ngjashmëri pra si thash me librat e tjerë dhe nuk kemi respekt për librat e tjerë të shenjtë, përkundrazi, do të japim disa mendime të ndryshme pa u përpjekur shumë të bëhemi krah dhe të marrim një pozicion gjykatësi, sikur ne dim se kush është e vërteta. Por çështjen do të trajtojmë në këndvështrimin fetar. Duke u përpjekur, pavarësisht se nuk jam profesionist, po më shumë me syrin e studiuesi. Unë nuk jam njeri fetar, por jam një studiues i librave të shenjtë, krahas librave të tjerë të vjetër të antikitetit. E bëra këtë parantezë për të sqaruar përsa ato që thash më sipër dhe mos harroni subscribe, një klik, larg na keni. Do vazhdojmë atje ku e lam. Ju thash që do të flasim për atë që quhet dora e majtë e Zotit. Në fillim do të diskutojmë për çështjen që nisëm se ku mund të ketë qenë kopshti i Edenit, për të cilin flitet në librat e shenjtë. Mormonët, të cilët janë themeluar nga i famshmi Joseph Smith, vinë nga një linjë kabaliste ose masonike dhe ata thonë që kopshti i Edenit ka qenë në Missouri, në Shtetet e Bashkuara, aty ku është dhe qendra e mormonizmit, por shumë studiues dhe unë ndërta mendojmë që kjo nuk është e vërtet, po është një lajthitje ose një lajthitje e qëllimshme për të orientuar njerëzit nga ajo që mund të jetë e vërtet dhe që shumë studiues të pavarur bien dakord se kopshti i Edenit nuk ka qenë pranë Missourit, por ka qenë pranë liçeneve të mëdha në Amerikën e Veriut, diku mbi Michigan, në pjesën perëndimore të Detroitit dhe pjesën periferiore të Detroitit.
E përmendëm diçka, çfarë është dora e majtë në Isaia, Zoti përmend në mënyrë specifike se dora e tij e majtë e themeloi tokën. Imagjinoni sikur Zoti të vendoste një dorë mbi artën e tokës dhe kjo të vizatohej, dhe kjo dorë është shumë e afërt pikërisht në Michigan, zonën e Michiganit. Po ta shikosh artën e Michiganit, ka një ngjashmëri me dorën, shikoni dhe foton ilustruese të kopshtit të Edenit, dhe në Bibël thuhet se me të vërtet dora ime ka themeluar tokën dhe dora ime e djathtë ka shtrirë qejt. Dora e djathtë ka shtrirë qejt. Kur i thras, ato qëndrojnë së bashku, pra qejt dhe toka, qielli dhe toka. Isaia 48:13. Kemi përpjekur të bëjmë një varg hulumtimesh edhe të nxjerrim disa ide tonat të përafërta dhe mbi bazën e studimeve të ndryshme që unë jam përpjekur dhe kam kryer. Një pjesë interesante e Biblës është se Perëndia flet gjithmonë për dorën e djathtë në fakt, dhe kur nuk flet për dorën e majtë. Por kjo përmendje dorës së majtë, shumë njerëz studiues mendojnë që ka të bëjë pikërisht me kopshtin e Edenit, që ja u përmenda më lart. Në fakt, frimasonët janë shumë atraktiv ndaj Michiganit, dhe po të shikojmë dhe foton e tempullit të madh dhe shumë autoritar masonik të Detroitit, ky në përgjithësi ndryshon nga madhështia prej tempujve të tjerë masonik, dhe nuk është bërë më kot në këtë vend një tempull i tillë nga frimasonët. Në fakt, liqenet e mëdha që sapo i pat në foton ilustruese janë një vend shumë i mirë për Edenin, sepse aty ka klimë të përsosur për të rritur fruta, dhe që shkon paralel me narrativën e frutave të ndaluara tek zanafilla. Ku thuhet? Zoti Perëndi mbolli një kopsht në lindje në Eden. Ai e vendosi atje njeriun që kishte krijuar, dhe Zoti Perëndi bëri që të mbinë nga toka çdo pemë të këndshme për sytë dhe të mira për t'u ngrënë. Dhe bëri që pema e jetës të rritet në qendër të kopshtit dhe pemën e të mësuarit të së mirës dhe të së keqes. Zanafilla 2:8, vargu 9. Michigan është një prodhues kryesor i frutave në Shtetet e Bashkuara, ata që merren me këta ose mund të lumtojnë, ku në këtë territor përfshihen boronica, qershit, mollot, rushi, kumblla, dardha, luleshtrydhet. Dhe këto fruta rriten kryesisht në Michiganin perëndimor. Për shkak të efektit ndikues që ka liqeni i Michiganit në klimë. Kjo nënkupton gjithashtu se kontinenti i Amerikës së Veriut ka qenë në të njëjtën zonë klimatike para dhe pas përmbytjes. Pra Amerika e Veriut nuk ka lëvizur nga pozicioni i saj, po kanë lëvizur pllakat e tjera. Në Zanafilla thuhet gjithashtu se qyteti i Enokut ndodhej në lindjet e Edenit. Pra, krahun lindor. Qofse Edeni ka qenë në liqenet e Michiganit, qyteti i Enokut ka qenë më në lindje, pra më nga ana evropiane. Dhe shumë studiues mendojnë se vendodhja e Atlantidës ka qenë syri i Saharas, i vendosur aty ku sot, ose ku dikur është quajtur përpara Mauritani, po dhe sot një pjesë e madhe e quajnë Mauritani vendin në Afrikë. Kjo ka qenë kur ka qenë toka e bashkuar në atë që e quajtëm Rodinia, dhe do të keni ilustrimin edhe një herë të artës së Rodinis.
në lindje të kopshit të Edenit ka qenë pikërisht Mauritania e sotme, e cila është vendosur poshtë gjithë zona e Afrikës, duke ikur në jug lindje, duke lëvizur pllaka. Dhe ka shumë arsye, siç e thash deri në parë, qyteti Enoku dhe Atlantisi të jetë i njëjti qytet. Pra tek syri i Saharas në Mauritani. Atlantis ishte vendosur në sistemin e lartë lumor të njohur si Taman Raset, i cili ka qenë pranë burimit të lumit të sotëm Shën Lorenz, i cili është në foton e kopshtit të Edenit, ku ishin edhe duart dhe që Juria do ta vendosë përsëri në krahun tim. Udhëtimi nga liqenet e mëdha ku flitet për kopshin e Edenit, pra në Michiganin veri perëndimor, deri te syri i Saharas, nuk ka qenë një udhëtim i gjatë që flitet që ka udhëtuar Kaini dhe familja e tij. Distanca nga Michigani në Washington DC në sotme është rreth 700 milje. Dhe më pas drejt bregut Saharas perëndimore ka vetëm 300 milje të tjera, duke bërë distancën totale vetëm 1000 milje. Pra 1700 kilometra. Kur flitet për jetëgjatësinë e tyre sa kanë rojtur, nga 700 vjet, 800 vjet, nuk është ndonjë gjë e madhe për të lëvizur 1700 kilometra. Ka ndodhur, siç e dim, një përmbytje e madhe apokaliptike dhe po të shikojmë me Google Map mbi rerrat e Saharas, shihen qartë vallëzime masive të rerës në shkretë të tirë, sikur e gjithë shkretë të tjera është e zhytur pak në ujë. Kështu duket dhe ato dhe ka dallgët të cilat e tallazitin rerën poshtë. Lëvizja e kontinenteve gjatë përmbytjes së madhe shpjegon pse gjithë klima e Saharas ndryshoi nga tropikale në shkretë të tirë pas përmbytjes së madhe. Bota ndryshoi plotësisht nga përmbytja dhe kjo është arsyeja pse kabalistët përpiqen gjithmonë të gjejnë më shumë nga mençuria e humbur para përmbytjes së madhe. Kjo është arsyeja pse Kabala adhuron Enokun, pasardhësin e Kainit, po dhe të Sethit. Pasardhësit e Kainit ishin të lidhur me qytetin e Enokut, apo me Atlantisin, dhe pasardhësit e Sethit ishin të lidhur në fakt me dy shtyllat e mençurisë. Historia e dy shtyllave qarkulloi jo vetëm brenda judaizmit dhe masonerisë, por dhe tek egjiptianët e lashtë, fenikasit dhe grekët, siç do t'ja u shpjegoj më poshtë. Rëndësia e dy shtyllave. Ju thash që në emisionin e parë që brenda shtyllave, ku njëra u bë prej tulle dhe njëra prej mermerit për të mbrojtur dhe nga zjarri dhe nga uji, brenda shtyllave kanë qenë të fshehura gjithë informacionet kryesore të botës të arritura deri në momentin e përmbytjes, të cilin në një emision tjetër do të tregojmë se kur ka ndodhur, duke dhënë dhe një artë kur kanë jetuar Adami dhe Eva sipas disa llogaritjeve tona dhe deri në periudhën e lindjes së Jezu Krishtit. Nga ajo që kemi thënë, masonët besojnë se tempulli i fshehur i Enokut, që nga epoka para përmbytjes, u zbulua rreth vitit 1000 para Krishtit. Ky ishte viti që tempulli i parë i Solomonit u ndërtua nga Hiram Abifi, ata që kanë studiuar masonerin, e din historinë. Ky ka qenë një ndërtues, një arkitekt, një murator, i ardhur nga qyteti antik i Tirit, i cili ka qenë në civilizimin Fenikas. Mbreti Solomon detyroi 30.000 burra nga Palestina fizike apo Izraeli të ndihmonin në ngritjen e tempullit të tij, zgjodhi një njeri që e quajti Adoniram për të qenë në krye të tyre
dhe Solomoni ndau burrat në 3 grupe, 10.000 burra në secilin grup. Secili grup punoi 1 muaj në Liban dhe më pas shkoi në Jeruzalem për 2 muaj. Në Liban morën drurin e Kedrit dhe të gjitha punimet që bën me dru Kedri i kanë bërë në Liban. Solomoni detyroi 80.000 burra të punonin në krainën malore duke prerë gur. Kishte 70.000 burra që bën transportin e gurve, kishte 3.300 njerëz që mbikëqyrnin punëtorët, të cilët do bënin detyrat e tyre, dhe mbreti Solomoni urdhroi ata të prisnin gur të shtrenjtë për themelet e tempullit. Pastaj ndërtuesit e Solomonit dhe të Hiramit dhe njerëzit nga Biblosi i kthënë gurët dhe i përgatitën ata dhe trungjet për t'i përdorur në ndërtimin e tempullit të Solomonit. Kini dhe një foto ilustruese të Hiram Abifit, një foto të një piktura. Tiri ishte pjesë e perandorisë fenikase, ishte një qytet që ra në dorë të grekëve në kohën e Aleksandrit, në periudhën e pushtimeve të tij mbas vitit 333 para Krishtit, kur ai filloi fushatën në lindje, dhe ku flitet që në Tir është plagosur dhe e kanë gjetur mbas disa orësh poshtë kufomave të disa ushtarëve të plagosur rend. Ishte një qytet shumë i fortifikuar që është marrë me shumë vështirësi nga Aleksandri, i cili dha goditjen e parë të civilizimit fenikas, dhe mbas disa ndoshta mbas 1 shekulli, goditjen e fundit ja dhanë në luftrat punike romakët, të cilët e çuan edhe drejt një krize të brendshme civile. Këto janë disa nga librat që shtëpia ime botuese, Elga Sikric, i ka botuar. Luftrat punike dhe pushtimin e Ilirisë dhe luftrat iliro-romake, shtëpia ime botuese i ka botuar nga autorët antik. Po, nuk do zgjatemi për këtë. Tiri, si thash, ishte pjesë e perandorisë fenikase që përbëhej nga kananitët që përmendet në Bibël, që adhuronin në fakt perëndin Baal dhe Astarte. Dhe që sipas Biblës ja kanë kthyer shpinën perëndisë. Ata braktisën Zotin, perëndinë e etërve të tyre që i kishte nxjerrë nga vendi i Egjiptit, dhe ndoqën perëndi të tjera midis perëndive të popujve që ishin përreth tyre, dhe u përkulën para tyre. Kështu ata provokuan zemërimin e Zotit, thuhet ke Gjyqtarët 2:12. Fjala fenikas ishte një fjalë në fakt që ja u dhan kananitëve grekët e lashtë. Mendohet që izraelitët nga Bibla ishin fenikas të ershëm. Fenikasit në kulturë ishin pararendësit e grekëve, ashtu siç ishin grekët pararendësit e romakëve dhe të gjithë civilizimit perëndimor këta të fundit. Fenikasit zhvilluan një rrjet shumë sofistikuar tregtar, detar që zgjati mbi 1000 vjet dhe ndihmuan në lehtësimin e shkëmbimit kulturave, ideve, njohurive midis djepeve kryesore të qytetërimit, siç ka qenë Fenikia, Greqia, Egjipti, Mesopotamia. Kini dhe një foto ilustruese të artës civilizimit fenikas. Është interesante të themi se pas krijimit të tempullit të Solomonit nga Hirami, u ngritën në të gjitha vendet e Mesdheut dhe të lindjes së mesme tempuj të ngjashëm me 2 shtylla, sidomos në qytetin e lindjes së Hiramit në Tiros, 2 shtyllat madhështore që ndronin tek tempulli i Herakliut. Herakliu është melqarti i fenikasve, ose djali i Baalit, perëndis që adhuroheshe nga fenikasit, pra nga kananitët. Kurse Herakliu ndryshe quheshe nga grekët e lashtë si Herkuli. Po e mbyllim këtu pjesën e dytë të emisionit para përmbytjes, çfarë ka ndodhur.
Dhe në emisionin e radhës, ditën e martë, do të në ndiqni në pjesën e tretë. Para se t'ju falenderoj për vëmendjen në emisionin tonë, edhe njeri ju rikujtoj të mos harroni t'i bëni subscribe emisionit. Nga unë Alfred Sako, natën e mirë, tung tung.